Mas zgjedhjeve fillun ato. Njëherë do të kemi në hapin e parë, pastaj hapi i dytë, pastaj hapi i tretë, e pastaj do të bisedojmë. Askund nuk u përmend Vjosa Osmani si kandidatur. Unë, me të vërtet, po dhe shumë qytetarë besun, a di qysh, Albini është lejtari i ndërvjellë politik, e ka taktik. E ka politik tina që mës mu duk që vetëvendosja e ka kandidate Vjosën, po është e bën një taktik me opozitën. Në anën tjetër, befasi për të mirë, është që LDK-ja doli dhe tha që para 5 masit, tha, na kemi vota edhe për Vjosa Osmanin. Okej, shumë mirë u bë. 15 votat e ti që nuk janë shumë, 66 tona bëjnë 81. 2 vota tjera nga Pakica që nuk kanë votu qeverin Kurti, bënin 83 vota. Edhe ecëm ma tutje. Vazhdun pastaj peripecit jo kështu, jo ashtu, jo ban, jo zban, ku janë votat e LDK-s, ku janë nënshkrimet e LDK-s. Po ku janë nënshkrimet e, ku është asnjë deklarat, nuk është thonë publike që na e dojmë Vjosa Osmanin.